Kjo është porta e parë e Mikpritjes, është një nga investimet më të bukura që ka bërë qeveria shqiptare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Saran. Është në projekti Bankës Botërore. Në mbështetjen e Bankës Botërore. Një investim në një pronë tërësisht publike që ka të bëjë pikërisht me parkimin e vizitorëve, turistëve që duan të vizitojnë Sarandën dhe kjo është të themi porta e parë e Mikpritjes. Kjo është porta e parë e Mikpritjes, pothuajse tashmë ka mbaruar, janë vizimet e fundit, sinjalistika, brenda majit do të hapin. Për të pritur këtë sezon të ri turistik, të gjithë vizitorët që frekuentojnë këtë qytet dhe destinacion turistik si Saranda, që është një nga portat kryesore të turizmit në Shqipëri. Edhe duhet të themi që kemi 100 vende parkimi, dedikuar autobusëve dhe makinave private. Janë 14 autobus të dedikuar në një kohë, që do të thotë patjetër që autobusat kanë oraret e tyre dhe mund të ketë në ditë shumë më shumë fluks. Janë 100 vendet e para parkim publik për herë të parë në qytetin e Sarandës, të cilat do të menaxhohen nga bashkia. Dhe pjesa e le të themi akomodimit që presin dhe vizitorët gjatë momentit që rinë për të ardhur dhe për të ikur nga ky qytet. Edhe duhet të thënë fakt që është trajtuar jo vetëm si një vend parkimi, po ndërkohë ofron edhe bar, restorant, ofron poste akomodimi për të kaluar kohën deri në momentin që vjen orari i linjës autobusit. Pra një qendër multifunksionale e cila garanton nga njëra anë që të kemi një shërbim korrekt për vizitorët edhe turistët, duke i ofruar mundësinë e një parkimi të sigurt, që për hir të vërtetës ka qenë problematik në qytetin e Sarandës, tani tërësisht një parkim publik që do të menaxhohet nga Bashkia e Sarandës, dhe që jep mundësinë nga ana tjetër të kemi patjetër edhe një shpërndarje të fluksit të turistëve që vinë dhe vizitojnë Sarandën për të mos u përqendruar vetëm në një zonë, po për të krijuar pak shpërndarje në gjithë qytetin. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne heqim fluksin e rënduar që bëjnë autobusët duke shkuar në qendër të qytetit, sepse vetëm 50 metra më poshtë është rruga që të çon në Ksamil. Që do thotë edhe fluksi nuk e çojnë më në qytet brenda, por shpërndahet një destinacion për Ksamilin dhe një destinacion për Sarandën. Pra edhe pika ku është vendosur si qendër mirëpritje është një lokacion shumë i mirë, sepse të krijon mundësinë që dhe kushdo që do të vazhdojë të vizitojë Ksamilin, të ndalojë këtu dhe më pastaj të mund të kalojë. Jo vetëm kjo, po këtu fillon dhe rruga 6, që është investimi i ri që sapo le të themi do fillojë, shpresojmë të fillojë mbas sezonit turistik, dhe kjo pika këtu i lidh të treja. Fare mirë. Pra është tamam një lokacion strategjik me qëllim që të bëjë dhe shpërndarjen e flukseve të turistëve dhe vizitorëve në për destinacionet e ndryshme që ofron pastaj gjithë zona e Sarandës. Në fakt është nga investimet më të bukura që është bërë në jo vetëm në Sarandë, por në Shqipëri, nga stacionet e autobusit më moderne, le ta quajmë kështu. 8000 metër katror godinë, e cila është ndërtuar në një nivel 3 kate, një kat nën tokë me parkim dhe 2 kate mbi tokë. Poste karikimi makina elektrike, është zgjidhje e parashikuar, me gjithë infrastrukturën e nevojshme për t'i ofruar të gjithë atyre që udhtojnë me mjetet e transportit, jo vetëm komoditetet e nevojshme, po ndërkohë pastaj edhe gjithë infrastrukturën facilituese sa i përket bareve, restoranteve. Kjo është pjesa facilitueseve. Këtu është parashikuar një bar, një restorant, një market edhe një pikë infopoint turistik. Kjo si qendër i krijon të gjitha kushtet për të gjithë turistët që duan të vizitojnë destinacionin e Sarandës, ndërkohë që presin autobusin si për të ardhur dhe për të ikur, kanë mundësi të shijojnë, po dhe pamjen e detit nga edhe pamjen e detit që kemi që nuk mungon. Që sa bukur është edhe pamja prej këtij. Projekti është fantastik. Është modern, do duhet ta themi. Është realizuar në kohë rekord. Dhe është një nga në fakt nën projektet e projektit të madh që ka të bëjë me infrastrukturën dhe urbanizimin e turizmit në qytetin e Sarandës. Ne japim mundësinë që të krijojmë atë që duhet për turizmin e qëndrueshëm, investimet e qëndrueshme. Edhe për të thënë vërtetën, Saranda, ashtu siç e thua kryetar me të drejtë edhe me krenari, është një nga xhevahirët e kurorës së turizmit shqiptar, kështu që patjetër jo vetëm që do duhet të sigurojmë ambientet edhe gjithë infrastrukturën e nevojshme për turistët dhe për vizitorët që vinë në Sarandë, por nga ana tjetër dhe të garantojmë që të mos kemi një zhvillim
të turizmit kaotik, të menjëhershëm, por të qëndrueshëm, duke patur parasysh edhe faktin që vetëm 5 vitet e fundit kemi 2-3 fishim të numrit të turistëve që vinë dhe frekuentojnë gjithë bukuritë që ofron Saranda. Kështu që kjo është një super punë fakt dhe unë besoj fort që do t'jetë edhe shumë e dobishme dhe do t'ja ndjeni vlerën edhe në aspektin e menaxhimit nga vetë bashkia që do duhet tashmë kapacitetet tjera, efektet tjera, kapacitetet shtuara për ta menaxhuar, por ndërkohë edhe për të shërbyer pastaj edhe për të gjithë ata që vinë, vizitojnë, marrin, shijojnë bukuritë e Sarandës edhe marrin pastaj shërbim. Saranda historikisht ka mirë pritur, patjetër që dhe me këtë qendrën e re të mikpritjes ne do t'i presim shumë mirë turistët që do frekuentojnë këtë qytet. Gjitha në funksion të ofrimit të kushteve sa më komode për të gjithë ata që zgjedhin të pushojnë në Sarandë, por në fakt edhe në gjithë bregdetin shqiptar.